Nëse ti do të bësh në këtë planet, do të bësh një ndryshim, do të shtosh një vlerë, tyja të duhet të mjeshtorohesh në shitje. Duhet ta mësosh çfarë është shitja. Do më thuash ti, Vasil, po mirë, e kuptoj, por puna është se në shumë raste neve ngatrohemi. Çfarë do thotë jesh shitës i mirë? Si mund të bëhet që të realizohet një shitje? Një nga parimet më të rëndësishme, dhe këtë jo vetëm për veten tuaj, por edhe për skuadrën tuaj, për njerëzit që janë në treg, mos u mundoni të shisni diçka që nuk mund t'ja shisni vetes tuaj. Mos u mundoni të shisni diçka që juve vetë nuk e konsumoni, që skuadra jote nuk ka besim tek produkti, nuk e konsumon produktin tënd. Dhe sidomos unë i them njerëz të cilët janë brenda në kompani, nëse ata nuk duan produktet apo nuk i konsumojnë produktet e tyre në shtëpi, më mirë të mos jenë në kompani. Sa ta shkojnë atje pa energji. Nëse ti nuk beson të produktet e tua, tek brandet e tua, ti shkon atje me energji për të shitur diçka kujt. Nëse ne duam të bëjmë diferencën, duhet të krijojmë marrëdhënie. Imagjinojmë diçka tjetër. Klientët kanë nevoja për të zgjidhur apo problemet për të zgjidhur. Kanë nevoja për të plotësuar problemet për të zgjidhur dhe ti ke zgjidhjen. Edhe ai s'blen nga tyja, pse nuk blen nga tyja? Ai nuk blen nga tyja në kushte të barabarta, sepse marrëdhënia jote është e dobët në krahasim me dikë tjetër. Njerëzit nuk blejnë produkte, blejnë ndjesi, blejnë marrëdhënie, blejnë emocione. Këtë gjithë ta kemi në mendjen tonë, përndryshe kemi marrë fund si organizat. Pra është shumë e rëndësishme që neve ta dimë se nëse ku shkojmë për shkakun në një takim neve te klienti, zotëri, nëse shkon në një takim te klienti, të shkosh sikur shkon në takimin më të rëndësishëm të jetës tuaj, në takimin me personin më të dashur të jetës tuaj. Atje ku do lidhesh në një takim dashurie, vishesh, krehesh. Sigurisht do më thotë Vasil, në varësi të biznesit, sepse ti mund të kesh shitsa jenë në kontakt drejt së drejt, po mund të kesh shitsa në telefon, mund të kesh shitsa në internet, mund të kesh shitsa online, po edhe atje do të krijosh emocion. Pavarësisht se duket në fjalë sistemi, por edhe atje bën të mundur që ti ta realizosh gjë të tillë. Por mos e harrosh si parim, njerëz të cilët janë brenda në shitje duhet gjithmonë të përballojnë kundërshtimet. Nëse dikush më thotë, shiko Vasil, po kjo është shumë e vështirë, sepse njerëzit ndonjëherë demoralizohen, nëse dikush demoralizohet dhe nëse dikush nuk i pëlqen shitja, atëherë të mos merret me shitje. Çdo njeri tham mirret me shitje. Nëse ti do të bësh diçka të mirë në këtë planet, miru me shitjen, mëso bëu mjeshtër i shitjes. Nuk delegohet kjo përgjegjësi që ti je shitës i mirë. Nuk delegohet, pavarësisht çfarë je duke bërë, pavarësisht se ti je shumë i mirë në financë, në kompjuter, në programime, apo në punë të cilat duket sikur s'janë të lidhura me shitje. Nëse ti që ke biznesin tënd nuk je shitës i mirë, nuk ke për të pasur sukses të mirë në organizatën tënde. Çfarë kërkon klienti nga ne, nga organizata jonë? Ose çfarë kërkon nga shitësi, sepse kur them organizata jonë, shitësi është organizata jonë. Çfarë kërkon ai? Ai kërkon jo vetëm cilësi, jo vetëm shërbim të mirë, edhe me çmimet të ulta. Kërkon që ti të shkosh atje të besojë tyja. Kërkon të di se ekziston një person që do ngrej telefonin dhe do t'i përgjigjet. Kërkon që ti të shërbesh në mënyrë ekselent. Kërkon ti që përfaqëson kompaninë ta kuptosh punën e tjetrit. Ti që përfaqëson kompaninë që je shitës, interesohesh jo vetëm për të ardhurët e tua, apo për të ardhurët e tij, interesohesh edhe për suksesin e tij. Ata kërkojnë këshilltar, zgjidhjes problemesh. Di gjitha këto gjëra, nëse ti je i përgatitur si shitës, ke mundësi të ndikosh tek ata dhe të vazhdosh të bësh sukses në vazhdimsi. Dikush më thotë, "Ore Vasil, nuk e pëlqej shitjet." Po shumë mirë, kush është zgjidhja? Ne gjejmë njerëz që plotësojnë çfarë? Dobësitë tona. Atëherë nëse neve nuk na pëlqen ajo, ne duhet të gjejmë njerëz të cilët të pëlqejnë këtë punë, edhe bëjmë për mrekulli. Po kjo s'do thotë se ti nuk duhet ta kuptosh, me që je lider i biznesit tënd dhe je pronar i biznesit tënd. Ti duhet ta kuptosh këtë funksion. Dhe du të dish që një person i cili dorëzohet nuk është shitës i mirë, nuk është për shitje. Është mendësi që në momentin e parë që ti do marrësh dikë brenda në organizat, sepse nëse dikush thotë, shiko, po mirë është e lodhshëm Vasil, po mirë nuk është e rrezueshme, po kjo do shumë kohë, po kjo është kështu. Ose zotëri, nëse u lodhe, mëso të çlodhesh, po mos u dorëzo. Është mendësia ajo. Nëse ti do sukses në jetën tënde. Pse njerëzit zakonisht dorëzohen? Një nga arsyet kryesore pse dorëzohen, se rezultati do kohën e vet. Do përpjekje të vazhdueshme, ta provosh përsëri dhe përsëri. Të shohësh nëse nuk funksionon diçka, të shikojmë në fjalë çfarë strategji, në vend që të thuash çfarë ka ai më mirë, jo, çfarë ka ai me prezantimin tënd, çfarë ka ai me strategjinë tënde. Prandaj, nëse ne duam që të kemi sukses, duhet që njerëzit që janë në shitje, duhet të argëtojmë me numrin e jove. Sa më madh numri i jove, aq më do jenë shitjet.
Nëse neve nuk rrisim numrin e juve, s'kemi për të rritur shitet tona. Çdo rezultat do kohën e vet. Atëherë ti nuk do të dorëzohesh. Rezultati mund të vonohet, po kjo s'do thotë më fjalë se ti të dorëzohesh. Vonesat e Zotit nuk do thonë se janë refuzimet e tij, po në moment që ti bën gjën e dur. Po kërkoje ca studime të tjera, po kjo prapë është relevante. Them, shiko çfarë bëhet këtu. Vetëm 2% e shitjeve bëhen që në kontaktin e parë, 3% në kontaktin e dytë, 5% e shitjeve në kontaktin e tretë, 10% e shitjeve në kontaktin e katërt dhe 80% nga 5 deri në 12. Do më thotë dikush, o Vasil, di si shpunën? Po miro, e bëra një herë, e bëra 2 herë, e bëra 3 herë. Nëse ti ke bërë një mesazh për të komunikuar një vlerë dhe ai mesazh është për të informuar, për të treguar vlerën dhe për ta nxitur për të blerë, çdo mesazh që ne veçojmë, çdo marrëdhënie, çdo marrëveshje, nëse ne bëjmë të njëjtat gjëra, s'kemi për të marrë të njëjtat rezultate. Ose sigurisht do më thuash, po pse Vasil, në biznes kështu ndodh. Nëse ne vazhdojmë të bëjmë një të gjëra, s'të garantoj njëri që do kesh të njëjtat rezultate, por edhe këtu do marrësh rezultate akoma më pak, sepse ti do të bësh gjëra ndryshe. Nuk do ta marrësh personale, do të ndryshosh strategjinë, do të ndryshosh mënyrën e qasjes, do të shikosh çfarë ka munguar tek prezantimi i produktit, i destë për ta shetur. Atëherë do të provosh vazhdimisht, se po e provove 20-50 herë të njëjtat gjëra, s'ka për të blerë ai zotëri. Dhe ky është ndryshimi, që unë doja me fjalë të përshoja tek juve. Çdo herë që paraqitemi, do të paraqitemi ndryshe. Çdo herë do të paraqitemi me ide të reja, me mënyra të reja, me strategji të reja, me oferta të reja, me një marrëdhënie të re.